Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm futi këmbët për 30 minuta në ditë në ujë me uthull dhe ja çfarë ndodh me trupin tuaj. Uthulla e mollës është ndër ato produkte çuditëbërëse që nuk duhet të mungojë kurrë në kuzhinën tuaj. Edhe pse përdorimet e saj duken se tejkalojnë hapësirat e gatimit dhe të shijimit, e pasur kryesisht me kalcium, magnez, potas, flor, fosfor, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, acid cetik, pektin, beta-karoten e të tjera. Ky produkt është pa diskutim një depo e vlerave ushqyese që duhet përdoret her pas here, si në ritualet e përkujdesjes, ashtu edhe ato të shëndetit. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë praktike e cila mund t'japë rezultate të mira në çdo aspekt, dhe përdorimet e saj do të bëjnë gjithashtu diferencën edhe në shëndetin tuaj të këmbëve. Sot në këtë video do ju prezantojmë një përdorim të uthullës së mollës që ndoshta nuk e keni dëgjuar ose praktikuar më parë. Siç e dini, këmbët janë pjesa më ekspozuar gjatë verës. Shapkat me gisht dhe sandalet janë shumë komode, dhe kjo është e vërtet, por ekspozimi i këmbëve ndaj pluhurit dhe rrezeve të diellit bën që ato të dëmtohen vazhdimisht. Pas ekspertëve të Bright Side, ju propozojmë që të fusni këmbët në një enë me uthull molle për 30 minuta dhe rezultatet do t'ju habisin, ja cilat janë përfitimet që do të veprojnë në shëndetin tuaj të këmbëve. Luftoni mykun e këmbës dhe thonjtë e zverdhur. Uthulla e mollës ka në përmbajtje të saj acid acetik, i cili ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore, të cilat eliminojnë mikroorganizmat që shkaktojnë problemet e mësipërme. Në një enë, siç e treguam më herët, shtoni 2 filxhan kafeje uthull molle dhe ujë të vakët dhe i lini këmbët në të për 30 minuta. Ky veprim duhet të përsëritet 3 herë në javë. Eliminon lythat e këmbëve. Lythat e këmbës ndryshojnë nga ato të duarve. Ato janë mas lëkure e vdekur të cilat shfaqen kryesisht gjatë gjithë gjatësisë së shputave. Shtoni ujë dhe uthull molle në një legem dhe i mbani këmbët të pushojnë për 30 minuta. Më pas i thani me peshqir dhe fërkoni pjesën e lythave me topa pambukut të njomur me uthull molle. Kjo teknik do të qetësoj kruajtjet e këmbëve dhe do të neutralizoj erën e keqe të tyre. Kruajtjet në këmbë shkaktohen si pasojë të çrregullimit të pH-it të lëkurës së saj ose si pasojë e rritjes së bakterieve të kësaj pjese të trupit. Ndiqni praktikisht në mënyrë efektive për të eliminuar erën e keqe të këmbëve duke krijuar si pasojë përdorimin e këpucëve jo komode. Materialet e papërshtatshme të këpucëve dhe qëndrimi i këmbëve për një kohë të gjatë brenda këpucëve dhe djersitja e tepërt e tyre krijojnë gjithashtu erën e keqe të tyre dhe problemin e kallëve. Kallët në këmbë kthehet në një problem shqetësues gjatë stinës të verës. Nëse vuani nga to, rekomandojmë që të mos vraponi direkt drejt ilaçeve, por të aplikoni përbërës natyral në kushte shtëpie, dhe nëse rezultatet nuk konfendojnë me ju, atëherë mund të përdorni trajtime të specializuara të mbikëqyera nga një mjek. Kallët në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë, por të shumt janë ato që zgjedhin edhe ilaçet për to. Ky shqetësim i cili prek si meshkujt ashtu dhe femrat përveç se shkakton dhimbje, rezulton të jetë i bezdisshëm, sidomos në verë, kur ekspozimi i këmbëve është i pashmangshëm. Duke thënë se pa shkuar te ilaçet natyrale, kallu në këmbë ashtu si dhe myku në to mundet të parandalohen. Në këtë kuptim është e rëndësishme të gjeni një regjim ushqimor në bazë të frutave dhe të perimeve, por edhe të përdorni këpucët e rehatshme. Femrave kryesisht u drejtohet edhe një paralajmërim. Nëse dëshironi të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet të zgjidhni ato të rehatshme në mënyrë që anët e këmbëve tuaja të mos shtrëngohen. Nëse do të ndaleshi te ilaçet natyrore për të eliminuar kallët dhe mykun e këmbëve, nuk do të dini se cilët të zgjidhni më parë. Janë me të vërtetë të shumta produkte të gjyshes të cilat mund t'i përdorni në këto raste. Së pari, një mënyrë natyrale kundër kallëve të këmbëve është edhe limoni, për t'u aplikuar në këmbë të paktën gjatë gjithë natës. Edhe xheli me bazë aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë në problemet që shfaqen në këmbët tuaja. Ju mund të përgatisni një përzierje me xhelin 3 deri në 4 gjethe të aloe verës dhe disa pika vaj susami, dhe ta vendosni në pjesën me kallo duke i vënë në një garzë për disa orë. Një mënyrë tjetër, një trajtim i vlefshëm natyral kundër kallove është edhe papaja.
Lëngu i këtij fruti vepron si një produkt natyral vërtet kundër këtij shqetësimi. Ai duhet të aplikohet në kallo në doza të vogla, maksimumi një gjysmë lugje gjedhe. Një tjetër produkt natyral kundër kallove të këmbëve është edhe tërshëra. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshër do t'i japë lehtësime të këmbëve të prekura nga kallot. Në rast se ju ndodhet në shtëpi, ju mund të përdorni edhe një përbërës natyral të vlefshëm kundër kallove. Bima ashtu quajtur edera. Gjethet e ederës duhen lënë 12 orë në uthull dhe më pas duhen të vendosen mbi kallo të cilat duhet i lyheni me një fasho të shtrënguar mirë për disa orë. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të trajtuar kallot është trajtimi i tyre me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni një grusht me krip. Rekomandohet që për efekte sa më të mira të përdorni kripën Epsom. Fusni këmbët në legenin me ujë të ngrohtë për 10 minuta. Më pas merrni një lim për këmbët dhe me të fërkoni pjesën e kallove duke formuar lëvizje rrethore për disa minuta. Lajini këmbët me ujë të pastër për të hequr qelizat e vdekura dhe siguroheni që t'i thani mirë me peshqir. Në fund mund të përdorni një krem të trashë në pjesën e themrave për të ruajtur butësinë e themrave. Soda e gatimit vepron si një eksofilator natyral. Kristalet që gjenden në sodë ndihmojnë në pastrimin e lëkurës së ashpër. Njësoj si në rastin e kripës, ju duhet të merrni një legen me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni 3 lugë gjedhe sodë. I vendosni këmbët në të dhe i lini të veprojë për 10 minuta. Me ndihmën e një skrabi mund të fërkoni këmbën në pjesën e kallos që zbutet dhe të fërkoni me ndihmën e një guri smeril. Pas këtij procesi, fshini këmbët mirë me një peshqir të thatë dhe vendosni në të një krem zbutës. Pra kundër kallove ka vërtet shumë zgjidhje natyrale. Nëse nuk preferoni këtë që ju këshillua, mund t'i drejtoheni medikamenteve dhe produkteve kozmetike, të cilat për hir të vërtetës janë shumë të kushtueshme. Dhe nëse i drejtoheni kësaj të fundit, gjithmonë duhet ta bëni në mbikëqyrjen e një eksperti. Kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike dhe konsistojnë në shfaqjen e një shtrese të fortë të trashë të lëkurës, që nëse nuk trajtohet si duhet mund të krijojë gjithashtu shqetësime të forta në shëndetin e këmbëve. Nëse për një kohë të gjatë vuani nga kallot, atëherë mund të përdorni produkte natyrale për të mbrojtur shëndetin e këmbëve. Është në fakt një regjim i trupit ndaj fërkimit të lëkurës në sipërfaqe të forta të tilla si këpucët ose mjetet e punës. Trupi e di se epiderma mund të dëmtohet, prandaj zona ku bëhet fërkimi bëhet më i trashë. Në këtë video kemi listuar disa receta natyrale për të eliminuar shpejt kallot në këmbë dhe për të përdorur produkte industriale. Lëngu i hudhrës. Hudhra ka veti antiinflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhni një thelpi hudhër dhe përzjeni me një lugë gjedhe vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni në kallo, e mbuloni me një fashë dhe lini të veprojë gjatë gjithë natës. Presh me uthull modhe. I pasur me vitaminën C, preshi është i shkëlqyer për lëkurën, ndërsa uthulla ka veti të mira dezinfektuese. Vendosni një copë presh për 24 orë në një gotë me uthull të bardhë. Aplikoni lëngun e përfituar në kallo dhe e lini për disa minuta. Më pas përdorni një gur smeril për të hequr kallon. Edhe kamomili mund të jetë një ndihmës shumë i mirë kundër shqetësimeve tuaja. Kamomili ka veti të mira antiinflamatore ideale për trajtimin e kallove. Lyeni një top pambuku me lëngun e kamomilit, të aplikoni direkt në kallo dhe e lini të veprojë për disa minuta. Përsëriteni këtë disa herë gjatë ditës derisa të merrni gjithashtu edhe trajtimin përfundimtar. Është e rëndësishme që nëse vuani nga kallot e këmbëve dhe nëse i kapni ato që në hapat e para, mund të përdorni produkte natyrale siç është edhe qepa. Merrni një fet qepe, fusni në enë qelçi, mbuloni me uthull dhe enën e vendosni në një vend të ngrohtë. Më pas në mbrëmje qepën e vendosni mbi kallo duke mbështjellë me një fashë. Përsëriteni rregullisht derisa kallot të zbuten mjaftueshëm sa për t'i hequr. Nëse çështja juaj është alarmante, duhet që gjithmonë t'i drejtoheni mjekut, dhe nëse kapni në hapat e parë mund të përdorni mjetet natyrale. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.